Përshëndetje shikues të nderuar, jemi drejt për drejt nga studio e televizionit të Prizrenit. Ju urojmë gjithë muslimanësit në ditën e 7 marsit sot, por ne sot do të flasim për një ditë tjetër. Do të flasim për 8 mars, ditën e gruas. Është kjo një ditë e rëndësishme apo vetëm simbolik? Në këtë dilemë, e cila ngërthen në vetë shumë pyetje, do të përgjigjen shpresa Goçaj nga Partia Demokratike e Kosovës. Mirëserdhje. Tringa Kasëmi nga Nisma për Kosovë. Mirëserdhje. Në orën time të majtë janë Dënjet Ahmetaj nga Alianca për Republikën e Kosovës. Mirëserdhje. Mirëserdhje. Dhe Afërdita Marina Bifar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirëserdhje. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Zëria shpresa, cila është e vërteta për ditën e 8 marsit? Është vetëm simbolik, po flas për nivel vendit, apo është ditë e rëndësishme për gruan? Po shiqoni, festa apo dita e 8 marsit, si çdo kund në botë, edhe në Kosovë, mirret edhe si ditë feste, edhe si ditë simbolike, si ditë që simbolizon një përvjetor të luftës së gruas për barazi. Dhe kjo në shoqërinë tonë varet kryesisht nga këndvështrimi që i jepet në familjen tonë kosovare, duke u nisur në njërin anë nga niveli e emancipimit të gruas, femrës do të thotë, dhe në anën tjetër nga niveli i edukatës familjare, i niveli i shkollimit në familje, i dokeve dhe zakoneve. Do të thotë 8 marsin dikush i jap ngjyrë festive, dikush vetëm simbolik, varësisht nga këndvështrimi, siç e thash më parë, dhe në rrethanat tona, meqense ballafaqohemi me sfida të shumta të zhvillimit të shoqërisë sonë të re, të shtetit tonë të ri, kryesisht shënohet në mënyrë simbolike. Ky është një mendimi im, duke jep një ngjyrë festive me një përkushtim të veçantë ndaj nënave, duke u dhuruar lule apo një përkushtim të veçantë nënave tona. Dënjet, si ta dallon Prizrenin prej qyteteve tjera, apo ajo kryesorja që kur e përmendim 8 marsin është lula për ditën e nënës, apo kryesisht cilat i dhurohen nënës, apo ka më shumë se kaq? Unë, me qënë se jemi në fillim të trajtimit të kësaj teme dhe me qënë se unë këtë emision e trajtoj si një emision edukativo informativ, dua të ndalem pak të historiku i kësaj dite, shënimit të kësaj dite, sepse ndoshta nga gjeneza e kësaj historie që ka filluar këtë ditë, bëhen edhe zakonet ritualet e kësaj dite. Kjo ditë ka filluar të shënohet një shekull para, sigurisht edhe koleget tani bashkëfolësit të mia janë vetë të informuara, që është në vitin 1857, ndoshta ja vlen të theksohet në New York, që ka filluar si pasojë e një demonstrate që të ngritur nga rreth 40.000 gra, si pasojë e pakënaqësive që kanë pasur ato dhe nga kërkesa kërkesa për të drejtën e votës që kanë dashur ta kenë, për shkurtimin e orarit të punës, si dhe për nxjerrjen e ligjit për të ndaluar angazhimin e fëmijëve në punë. Ato kanë përdorur sloganin buka dhe trëndafili, ku buka simbolizonte fuqinë ekonomike dhe sigurinë, kurse trëndafili simbolizonte në atë kohë kushtet e një standardi më të lartë të jetesës. 8 marsi si një ditë simbolike që është, pavarësisht të asaj që tek ne më shumë manifestohet apo festohet, ja vlen të përkushtohet një rëndësi, ndoshta vetëm në atë këndvështrim që të ndalemi edhe të rikujtojmë pozitën apo statusin e gruas në shoqërinë tonë. Qoftë në një shoqëri që është në rrugë demokratike, apo qoftë në një shoqëri që ka statusin e plotë të demokracisë, sepse fundja fundit barazia gjinore është një rrugtim i gjatë dhe sado që të përparohet në të sikur nuk është e mjaftueshme.
Përderisa në shumë vende të tjera kjo datë, po kjo ditë shfrytëzohet për zhvillimin e aktiviteteve të shumta për të shfaqur pakënaqësitë, duke filluar nga barazia gjinore, nga diskriminimi i gruas në shoqëri, si dhe dhuna që ushtrohet në të, nga kërkesat për fuqizimin ekonomik të gruas, nga kërkesa për fuqizimin në vendimarrje, apo rritja e shifrës së gruas në qeverisje e kështu me radhë, tek ne më tepër simbolika e 8 marsit vlen si rikujtim për respektin dhe vlerat që ka gruaja në shoqërinë tonë, si dhe një rikujtim për të ushqyer sa më shumë dashuri ndaj nënës. Po edhe kjo mund të quhet një veçori e mirë për shoqërinë tonë, sepse vazhdon t'i ruaj këto vlera. Por nuk duhet të harrojmë se në kohëra shumë të afërta edhe në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian janë zhvilluar demonstrata për të arritur madje edhe kërkesën apo të drejtën e votës, e mos flasim për fuqizimin ekonomik e këto tjera. Po në anën tjetër do të vlerësojmë atë që neve si shoqëri në tranzicion që jemi, kjo lloj feste manifestohet duke vlerësuar apo duke qenë mirënjohës për peripecit apo përpjekjet kolosale të grave që janë bërë ndër vite, sakrifica së gruas që është bërë, si dhe vetmohimi të gruas në shoqërinë tonë që është bërë për ndërtimin e shtetit. A përdim besim të kjo pyetja parte, 8 marsi simbolik apo ditë e rëndësishme në momentin aktual ku është Kosova, dhe duket sigur më shumë ka fest se sa protest, a është Kosova në atë ditë kur duhet vetëm me fest ta kaloj ditën e 8 mars? Ta thënë vërtetën, në momentin që pranova ftesën për me ardhë këtu në emision të ju, mundova të hullumtoj edhe të shfletoj diçka, por për që di, gjeta edhe në Facebookun tim se çfarë pas kam postuar 8 marsin e vitit të kaluar. Dhe paka shumë është një qëndrim pak më ndryshe prej asaj që po quhet një fest e madhe, një fest e veçantë. Nuk e ndaj mendimin që është një fest që ja vlen të festohet me ceremoni tallava, me lule plastike dhe në mënyrën kur për një ditë të vetme në vit, gratë në përgjithësi, po edhe vajzat më të reja duken edhe ndjehen sikur janë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që të gjitha ditët tjera të vitit ato sfidohen edhe ballafaqohen me probleme të natyrave të cilat janë tejkaluar në botën demokratike edhe të civilizuar. Nuk më pëlqen fakti që të shpërfaqemi në një komedi të çrëditur me 8 mars, do më pëlqen të fakti sikur gratë dhe vajzat, ndoshta për dallim nga të gjitha ditët tjera të vitit, 8 marsin, të janë më të përkushtuara, më aktive, që të bëhen bashkë dhe disa ditë para kësaj feste dhe ta shënojnë me aktivitete e evente të ndryshme të cilat do të ndihmonin në sensibilizimin e opinionit të mbar kosovar për gjendjen jo të mirë në shoqëri të gruas në Kosovë edhe 16 vite pas lufte. Donjeta shumë mirë shpjegoi domethënë historikun e 8 marsit, e unë mendoj që nëse në histori kjo datë që ka shënuar si një përpjekje e grave për të drejta të barabarta dhe trajtim të barabartë në shoqëri, trajtim të barabartë të dinjitetshëm, atëherë pse ne gratë në Kosovë u dashka ta festojmë 8 marsin, kur nuk mendoj se kjo gjë është arritur as sot e kësaj dite. Për mendimin tim, të gjitha ditët e vitit për gratë në përgjithësi
duhet të jenë 8 mars. Sidomos në situatën në të cilën veç e potencova disa herë gjendët gruaja në Kosovë. Pse them duhet jetë çdo ditë e vitit 8 mars për të? Sepse nëse 8 marsi konsiderohet që me këto organizimet tallava në për restorante, në për lokale të ndryshme, e kuptoj, është shndruar në marketing, në biznes, është çështje përfitimit të parave nga ata që i bëjnë këto organizime. Por, nëse qëllimi të gjitha këtyre organizimeve është që të bëjnë gruan të ndjehet në qendër të vëmendjes, atëherë pse të mos ketë aktivitetet të tjera, por jo vetëm nga gratë, por nga e gjithë shoqëria, që ta kthejnë gruan në qendër të vëmendjes, jo në kuptimin negativ të diskriminimit të gjinisë tjetër, por në kuptimin pozitiv marrë parasysh gjendjen jo të mirë në shoqëri. Sipas hulumtimeve dhe statistikave, numri i papunësisë në Kosovë është shumë i lartë, por përqindja më e madhe e të papunëve në Kosovë llogaritet të jetë femra. Dhe pa një bazë ekonomike, pa një mundësi dhe një shansë për gruan, për femrën, për të patur një vend pune, që automatikisht do t'i krijonte mundësi të ketë të ardhurat, do t'i krijonte mundësi të ndjehej e pavarur ekonomikisht, ne nuk kemi si të mendojmë, as si të flasim për përmirësimin e pozitës së gruas në shoqërinë tonë. Janë pastaj, po filloj prej këtij problemi, domethënë problematikat sa i përket gjetjes së një vendi pune për gruan në Kosovë, pale pastaj që janë probleme të tjera të panumërta që në rrethonat kosovare e bëjnë të vështirë atë interesimin dhe dëshirën e gruas që të punoj. Domethënë, përveç që ka vështirësi të gjejnë një vend pune, edhe po t'i jepet rasti ndonjërës prej tyre që të ketë një mundësi punësimi, janë sërish një varg problematikash të tjera që e bëjnë të vështirë realizimin e dëshirës, aspiratës, ëndrrës së saj për të qenë punësuar, për të patur të hyrat e veta dhe për të bërë të mundur pavarësinë ekonomike të saj. Janë mungesa e qerdheve, mungesa e infrastrukturës, janë paragjykimet, janë specifikat në bazë të zonës se ku jeton, domethënë kemi dallim të zonave urbane, zonave rurale, janë specifikat e regioneve varësisht se ku jeton, e problemet të tjera. Si e shetë ditën e gruas duke i pas parasysh edhe këto fjalë që u thanë, edhe ato që numri papunësisë është më i madh të rinj dhe natyrisht që numri më i madh i femrave është e papunësuar. Po, gjithsesi, po shumë mirë u cek edhe prej kolegeve më herët që këto të cilat i thanë janë pikat kyçe, të cilat po mbesin edhe probleme dhe po mendoj që nëse nuk qohet zoni pak më shumë kanë më mbet hala më shumë probleme. Pjesa e papunësisë është qartë e parë, sidomos vitet e fundit, sidomos për femrat më të reja pak, nuk e di çka është aktualisht në pyetje për atë punë, mirë po nuk mjafton as të jesh e shkolluar, as të jesh e zëshme, nuk mjaftojnë pikërisht është problem më i madhi që mund të ekzistojë, sidomos në Prizren, se mu i këtu pak me u kap në komunën tonë, sepse nuk e di realisht çka është problemi, mirë po është në Prizren dukshëm më i madh numri i papunësuarve të rive në përgjithësi, mirë po edhe të femrave. Nëse dojmë me bo një krahasim, mujmë me bo një krahasim me vendeve urbane dhe vendeve rurale, të cilat në vende rurale është hala më vështirë, dhe unë pjesën e festës së 8 marsit më shumë kisha me çmut, kish me u përdor, po e them kushtimisht festa e 8 marsit, për me i kërku pak ma shumë drejta grave, pak ma shumë drejta femrave, sepse me i hi një statistike të cilën se
si jetojnë femrat, sidomos në vendet rurale, kisha pas dëshirë më shumë të jetë një ditë ku të na ngritet zëri pak më shumë dhe festa e 8 marsit të mbahet men dhe të sjell një ndërdije për problemet e grave dhe jo të mbetet vetëm fest. Përfundimisht, kjo është mendimi im. Si i thatë këto do t'i trajtojmë këtë tema që i thatë, si më ndani cilën epitet e meriton sot 8 marsit? Është më shumë ditë e rëndësishme apo më shumë e shfrytëzojmë si fest? Ne realisht e shfrytëzojmë më shumë si fest, mirë po kjo është e pakuptim të krahas asaj se sa shumë probleme ka femra në ditët e sotme. Unë mendoj se duhet shfrytëzohet më shumë për ngritjen e zërit, mos të them protest në atë pikë, mirë po... Në kuptimin e mirë të fjallës. Në kuptimin e mirë të fjallës, ndoshta është më mirë të protestojmë për më shumë drejta të grave se sa të festojmë. Doktoresh, ku është sot ju në fillim të fjallës suaj përmendet se edhe festimit e 8 marsit varet edhe nga familja, nga edukimi, nga tradita. Ku është sot femra në përgjithësia? Mund të flasim se e ka arritur një nivel, apo ky nivel dallon që përmendi edhe Tringa, dallon nga qyteti në viset rurale apo edhe brenda vetë qytetit? Shqiqoni, do të bëja një paralele në mes të ditëve kur është fillimisht të mbahet kryengritja dhe është shënuar 8 marsit ditëve të kryengritjes, kur për femrën është folur në kuptimin e asaj të një femre sklave, të një femre e cila ka luftuar për të drejtën e votës, të një femre e cila nuk e ka pas trajtimin e qenjes njerëzore. Nëse vem paralele në mes të femrës së asaj kohe dhe femrës së ditëve të sotme, ku mund të flasin për një femër të emancipuar, të arsimuar, ku dita ditës numri i profesionisteve rritet në çdo fush, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, apo dhe të një femre e cila para vetës shef të një femre me një karrierë profesionale, me një karrierë politike, do të thotë që ka dallim shumë të madh. Sa i përket për shoqërinë kosovare, të ne do të thoja që duke marrë parasysh që jemi shoqëri e re, shtet i ri, shtet i posadalur shumë shpejt nga lufta, do të thotë shoqëri në fazën e tranzicionit, për shumë gjëra duhet kohë që të konsolidohen dhe në këtë drejtim edhe kuptimi i vetë emancipimit të femrës dhe kuptimi i vetë barazisë gjinore duhet kohë që ta merë vendin e duhur. Në një anë, femra e emancipuar, në fakt ka një baraz vlerë me një femër e cila është e mbingarkuar me obligime. Nga se femrën e shoqërisë sonë nuk duhet shiquar vetëm si një femër anvise, shtepijake, do të thotë një femër e cila është përgjegjëse për t'i menaxhuar punët në qelizën themelore, qelizën bazike të rregullimit shoqëror, do më thonë në familje. Kemi paralel me këtë, ose kundruall kësaj, qëndron edhe femra profesioniste, femra e cila duhet të dëshmohet në vendin e punës, për të cilën gjë asaj i nevojitet punë shtesë, angazhim shtesë, do të thotë femra e emancipuar dhe profesioniste është me një barazvler, me një femër të mbingarkuar. Por, në anën tjetër kemi edhe raporte të këtilla kur femra në fakt emancipimi dhe pozita e barabartë e femrës nuk kuptohet si e këtill nga ana e botës mashkullore. Këtu natyrisht se duhet transformim në kuptimin e zhvillimit tërësishëm të shoqërisë, emancipimit tërësishëm të shoqërisë dhe kjo rrjedhimisht implikon edhe emancipimin gjinor.
Mashkujt duhet të jenë më tolerant dhe mashkujt duhet ta kuptojnë si një femrën si një partner të barabartë në kuptimin e asaj që me femrën tashti mund të bisedohet në rrafsh të njëjtë, në pikpamje profesionale, në pikpamje të përgjegjësive, të obligimeve që i kemi në vendet e punës dhe jo të shiqohet me një sy nënvlerësues pse ne jemi femra. E për këtë ne vetë duhet të luftojmë, do të thotë femra, pozicionin e vetë e përcakton vetë me punën e saj dhe luftën e saj. Dhe jo t'ja vej fajin as ati, as këti, as kësaj shoqërie. Sepse në fund të fundit, femra e përcakton vetë pozicionin e vetë. Ky është një nga këndvështrimet edhe mendimet e mia që do të ishte. Besoj që edhe bashkëfolësit e mia do ta ndajnë një gjë të tillë. Sepse për asnjë neglizhencë, për asnjë nënvlerësim të femrës ose nënçmim nuk bën t'i fajsojmë askën tjetër. Fatin tonë e kemi ne në duart tona dhe pozicionin tonë ne i përcaktojmë. Si? Duke e dëshmuar veten në vendet e punës, duke e dëshmuar veten në cilëndo fush ose lami qoftë institucionale ose në çdo porrë të shoqërisë dhe në anën tjetër edhe në qelizën themelore, do të thotë në familje, se ne para së gjithashtu duhet jemi nëna, edukatore dhe t'i rrisim fëmijët tonë ashtu siç duhet. Në njëta e ka marrë femra fatin e vetë në duart e veta në Kosovë, me theks edhe në Prizren. Dhe mund të themi se kjo mund të thuhet si një shembull për gjithë komunën e Prizrenit, apo megjithatë ka dallime nga pjesë ndryshme. E kam fjalën për pjesë rurale. Fatkeqësisht, për pjesë do të përqendrohem tek femra në pjesë rurale apo atë në Prizren? Përgjithësi, ku është edhe dallimi mes Prizren edhe a ka mund edhe femra e një fshati që ta arrijet që keni arritur ta femrën në qytet, a ka më vështirë dhe a ka rrugën qelë dhe aja, që ta marrë fatin e saj në dorë. Po. Do të filloj nga ajo e pjesë rurale, pra. Si element kyç që ndikojnë edhe në limitimin e shumë gjërave të një femre që jeton në pjesë rurale dhe që është ndoshta edhe mbyllur e kufizuar në 4 muret ashtu siç e theksuar edhe ju më herët, mendoj se ndikojnë shumë element, duke filluar nga varfëria ku në pjesët rurale tona fal angazhimit tim për ta ulur sa më shumë apo për ta gjetur mënyrën se si mund të ndikoj edhe unë si një pjesë e vogël e shoqërisë për ta ulur këtë nivel të varfërisë, kishte vajtur deri në 45% e varfërisë në pjesët rurale tona dhe rreth 15% varfëri e skajshme. Pastaj një element tjetër është edhe analfabetizmi që kishte arritur vlerat rreth 14% të femrave analfabete, grave analfabete dhe rreth 4% meshkujve analfabet. Pos këtyre elementeve si faktor tjetër që ndikon në të ngjecurit mbrapa, do të thonë të këtyre femrave në pjesë rurale, mendoj se është edhe roli i viktimizimit, roli të qenit viktim. Pra mënyra se si shprehen disa femra se unë nuk mund të deportoj në atë gjë apo në këtë gjë sepse kam të kushtëzuar kështu nga familja apo nga bashkëshorti. Plotësohem, i bashkangjitem plotësisht parafolsës sime, zonja Shpresa, se me vërtet duhet neve apo çdo femër duhet të niset nga vetja e saj. Pra gjithsesi të filloj të bazohet në aftësitë dhe shkatësitë që ka për ta shprehur vullnetin dhe dëshirën për të deportuar në një gjë. Faktor tjetër i cili mund ta ngris një femër të zonës rurale apo një femër e cila është pak larg sensibilizimit, mund ta quaj që mund të jenë edhe krijimi i urave lidhëse apo bashkëpunimeve, pra ndihmës së sinqertë të gruas ndaj gruas në cilin do pozitë të shoqërisë qofshin ato, por ideja është që për këto gra të krijohen hapësira për të deportuar në secilën pore të shoqërisë dhe mos të jenë thjesht viktima viktima të qëndruarit në pritje për një ndihmesë nga
gjinia tjetër apo për ndonjë zbatim të ligjit pozitiv. Në anën tjetër, nëse ndalojmë neve në Prizren si qyteti i cili shquhet për kulturën e tij që ka, zëri i femrës në vend se të jetë shumë i zhurmshëm këtë qytet, fatkeqësisht krihet në një zë të përgjithshëm politik apo qytetar. Në këtë rast, unë nuk mund t'i fajsoj vetëm ligjet e zbehta që i kemi, mos zbatimin e tyre apo mos monitorimin e mirë të tyre. Këtu mendoj se fajtor mund të jenë edhe stereotipe të ndryshme apo edhe vetë paragjykime të cilat kanë burime të shpeshta nga vetë gratë. Kohët e fundit pos diskriminimit gjinor që kemi, që si ka burimin e tij në mosbesimin në kapacitetit e gruas, shoqëria jonë mendoj se po ballafaqohet edhe me një tipar tjetër, me një diskriminim të aftësive, që ka si bazë në frikën e aftësive të tjetrit. Ku si rrjedhoj, kjo bën që shoqëria jonë të ngecë prapa, për arsye se gjithmonë në vende kyçe, vetëm për shkak këtij fakti qëndrojnë njerëz jo të duhur, jo të merituar dhe jo të vërtet. A vërtet cilët nëse do t'i përmbledhnim në disa, e tha doktoresha se ka dallën sot nga ajo kohë kur gratë kanë protestuar se kanë kërkuar drejta sot e tyre në atë kohë, po a ka vend që edhe sot gruaja në Kosovë ta ngresë zërin që të kërkoj drejtat e tyre. Cilat janë problemet më të mëdha me cilat ballafaqohet sot një femër në shoqërinë tonë? Normalisht që pozicioni i grave në shoqëri me kalimin e viteve ka ndryshuar dhe ka avancu, por nuk mund të them as pak që është në gjendje të kënaqshme, në gjendje të mirë, sa për të pushuar atë kërkesën tonë për përmirësim të pozitës së gruas në shoqëri. Sidomos lufta e fundit në Kosovë ka lënë edhe probleme dhe pasoja të tjera të cilat tash e 16 vjet i përcjellin gratë kosovare. Me gjithë tentativat dhe investimet e aty këtushme të organizatave të huaja qeveritare, jo qeveritare pas lufte, por edhe të institucioneve tona për të bërë pak më shumë, unë mendoj se nuk ja kanë arritur edhe nuk ja kanë dalur. Gratë vazhdojnë të përballen me probleme nga më banalët në botën e zhvilluar, në botën demokratike dhe në botën e civilizuar. Për shembull, në shoqërinë tonë, gratë ende duhet, nëse në një familje e kam potencu më duket edhe njëherë në një familje me gjendje të vështirë ekonomike diku atje në zonat rurale, ka një qift, ka disa fëmijë djem, meshkuj, edhe vajza, dhe tash në pamundësi ekonomike për t'i arsimuar të gjitha ata, i duhet të përzgjedh se cilin do të mbajnë në shtëpi dhe cili do t'ja jep mundësinë për të shkuar në shkollë, më besoni se ende atje përzgjedhet djali për të shkuar, për të vazhduar shkollimin, arsimimin, studimet, ndërkohë që vajza shihet si e rangut të dytë dhe i pamundsohet një e drejtë e saj elementare. Dhe kur kemi parasysh këtë fakt, këtë problem, atëherë mund të imagjinojmë pastaj të gjitha vështërsitë dhe problemet e tjera që këto vajza, që së pari ju mohohet e drejta për të shkuar në shkollë, për të arsimuar, si një drejtë elementare, cilat do t'jenë më pas vështërsitë që gjatë jetës do ta përcjellin këtë person. Jo rastësisht, kemi numër shumë të madh të papunësuarve të gjinisë femërore se sa mashkullore. Edhe për faktin se numri më i madh i të paarsimuarve në vendin tonë përfshin gjinin femërore, edhe si rezultat i këtij diskriminimi që bëhet qysh në fillim
shërbimet e jetës së saj, më pas edhe problemet të tjera dhe vështërsi të tjera që paraqet rruga deri tek një vend i punës për një femën. Problemet dhe vështërsitë të tilla më pas përcjellin edhe femrën atë që ka arritur të kaloj këtë pengesën e parë, të arsimohet, të edukohet, të ketë një diplom universitare, ndoshta edhe një master e më shumë, por që gjatë rrugës, nëse përcaktohet për të qenë e pavarur dhe për të ushtruar ndonjë aktivitet biznesor si e pavarur, problematikat janë normalisht kanë probleme edhe meshkujt që merren me biznese, por konsideroj që problematikat janë shumë të theksuara tek femrat si udhëheqëse biznesi se sa tek gjinia tjetër. Një numër i tyre synojnë më shumë i këtyre të arsimuarve. Kam këtu një hulumtim të një organizate, Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, synojnë më shumë gjetjen e një vendi pune në administratën shtetërore, ndërkohë që kemi një gjendje as pak të mirë në vendimarrje. Në vendimarrje, kabinetet e kaluara, të viteve të kaluara, në fillim pat një përfshirje jo të kënaqshëm në kabinetin e parë të pas luftës, një përfshirje jo të kënaqshëm të gruas në vendimarrje, në kabinetin qeveritar, dhe kishim një numër jo të mirë e jo të pranueshëm të përfshirjes në legjislativ, në parlament. Pastaj erdhi u fut si nevojë edhe si rezultat i mos depërtimit të gruas për të përfshirë në legjislativ, u aplikua kuota dhe sot kemi gra që janë futur në legjislativ edhe pa nevojën e kuotës. Kjo natyrisht që vlen për të përshëndetur, por në ekzekutiv, me kalimin e viteve, do më thënë, kemi patur një rritje të lehtë të përfshirjes së femrave në vendimarrje, ndërkohë që në kabinetin e fundit qeveritar kemi një rënje, gruan e kemi të përfshirë në vendimarrje diku pak më shumë se sa 10%. Të kemi parasysh gjithmonë që përfshirja e grave në vendimarrje nuk nënkupton vetëm dëshirën e grave për të qenë aty, nuk nënkupton vetëm një e drejtë që u takon grave, sepse përbërja e shoqërisë është 50 me 50, dhe përderisa kemi një përbërje që statistikat e reflektojnë që është 50 gjini mashkullore dhe 50% gjini femrore, nuk ka asnjë logjik që këto femra të mos janë në të gjitha dikasterët që nga ato më të lartat e poshtë. Por edhe për faktin se përfshirja e grave në vendimarrje, dhënia e hapësirës atyre për të treguar aftësitë e tyre për të marrë vendime, për të bërë gjëra të mira për shoqërinë, për të mirën e përgjithshme, është dhe mbetet një nga detyrimet e pa realizuara të shoqërisë kosovare ndaj demokracisë. Demokracia saktësisht e parasheh këtë si një nevojë imediate që të ketë, domethënë, trajtim komplet të barabartë të gjinisë femrore në shoqëri. Pastaj përfshirja e grave në vendimarrje, në poste të larta, në të gjithë dikasterët, është dhe radhitet edhe si një kriter kryesor politik i organizatave të shumta ndërkombëtare që merren me çështjen e barazisë gjinore dhe që Kosova duhet ta plotësoj për të patur më pas më shumë
mundësi për të inkuadruar në organizmat të ndryshëm ndërkombëtar. Është edhe kriter politik i Bashkimit Evropian, qoftë për liberalizim të vizave, qoftë për të gjitha proceset që çojnë Kosovën drejt integrimeve evropiane. Nuk jam e sigurt në cilin vit, por po të futemi në faqen, kushdo që është interesuar, në faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës, aty mund të gjej një dokument i cili, nëse nuk gabohem diku në vitin 2010 apo 2012, është nënshkruar si dokument obligativ në mes të qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e ku një ndër kriteret është kriteri i përfshirjes së barabartë të grave në vendimarrje në qeveri dhe në të gjitha nivelet e shtrirjes së saj më pas. Tringa të kjo pjesa derisa do të vlej parimi që secila grua ka fatin në dorën e vetë, po sa institucionet në këto 16 vjetë të pas luftës kanë krijuar hapësirë ose fush që edhe femra si edhe gjithë tjerë të ketë hapësirë për të gjetë vetën dhe për të depërtuar në synimet e saj. Atë tashme mo besoj që e din gjithë qytetarët e Kosovës dhe jo vetëm të Prizrenit, se 16 vitet e fundit është problematika më e madhe që të përfshihemi në institucione dhe të japim vlerat tona, të shfaqim atë çka ndoshta e kemi studiu, ndoshta e kemi marrë atë edukim universitar për një lami të caktuar, mirë po është mëse e qartë, se është problematika më e madhe mbetet të jetë qasja në institucione dhe punësimi në institucione. Nuk du të hy tani më pasi sonte e kemi temën më aktuale, 8 marsin, mirë po aty po sigurisht që po ndikon edhe qasja politike, po ndikon edhe subjekteve politike, se cilit subjekti ta akon, apo cilin subjekte përkra, edhe ajo është një përqindje. Po, është një përqindje shumë e madhe e ndikimit edhe aty. Mos të them krejt, po du me t'inglu e vrasht, mirë po është diçka që nuk mund t'i, janë disa mure që nuk mund t'i kalohen në Kosovë, në këtë qasje, në këtë sens të pikërisht të kësaj pyetje. Mirë po unë po besoj që pak nëse du të ndërlidhem me kolegen në pjesën e qasjes e femrave në vendimmarrje, ose në punën e legjislacionit, në pjesën e përqindjes se sa femra duhet të marrin pjesë, unë e shoh pak si problem edhe e shoh ndoshta pak si faj edhe të femrat, sepse jo në mënyrë të kënaqshme është numri i atyre femrave që qasen si pikë e parë në politikë. Ka shumë femra që janë me vlera të larta dhe unë shumë femra i shoh që kishin mujt të jenë në politikë, mirë po nuk janë. E kjo është pikërisht faji, mos të them, po dhe shumë të tjerë që ndoshta se kanë vendin politik, është një lëshim. Urna? Dhe ka një numër të madh ndoshta të atyre që edhe japin pak kontribut dhe janë në parti politike. Po, ka, sigurisht, ajo është edhe në të kundërtën e asaj ta shikojmë, ndoshta është dikush që hiç nuk i përket atij vendi, nuk du me fol ashtu në përgjithësi, po flas, mirë po ka dhe femra me vlera shumë të larta edhe nuk e di kisha pas qef me ndajt me ato femra dhe me i ftu që të marrin pjesë dhe të ngrisin zërin, pasi që puna pjesa më e lehtë dhe pjesa më e shkurt e qasjes së problemeve dhe ngritjes së zërit të femrës në ditët e sotme, në aktualitetin ton është përmes politikës. Unë këtë e besoj shumë. Sigurisht se që 8 marsit mos jetë vetëm një ditë. Ku është sot zëri i femrës? Sa është i organizuar apo është zë i vetmuar? Sa është organizuar gruaja si zë qytetar në për organizatat ndryshme, apo krejt zëri i grave është në subjektet politike, cilat i kanë edhe organizmat e grave mbrenda tyre? Shqiqoni, se cili subjekt politik e ka forumin e gruas që funksionon. Mirë po, forumet e grave, si pas mendimit tim, kuadër të subjekteve politike, nuk miren vetëm me çështjet e grave. Po natyrisht ato
kanë për bazë dhe politikat e përgjithshme të subjekteve të cilave i përkasin, domethënë politikat dhe planet e subjekteve përkatëse. Në anën tjetër ekzistojnë shumë OJQ që kanë për program ose në projektet e tyre mirën me problematiket e femrave dhe të grave. Po ashtu, kjo për mendimin tim nuk është e mjaftueshme dhe nuk paraqet zë të fuqishëm në rrethanat tona shoqërore. Në anën tjetër, edhe në kuadër të kuvendit, ekziston edhe zyra për barazi gjinore, ekziston zyrtarja për barazi gjinore, po prapse mendoj që duhet punuar shumë më shumë duke u nisur edhe nga pozicioni zyrtar që e kanë. Sidoqoftë, në anën tjetër, femra duhet të jetë e barabartë para ligjit njësoj si mashkulli. Në anën tjetër. Para ligjit është, por në realitet sa është? Është, në realitet, në aspektin jurisprudencës është. Mirë po, sa zbatohet kjo, është pikpyetje shumë e madhe. Nëse ju kujtohen, nuk dua që këtë mbrëmje ashtu t'jap një ngjyrë jo të këndshme, nëse ju kujtohen rastet e marrjes së jetës para 4 muajve të një femre, të një nane në Suarek. Pastaj, me njëherë pas disa ditëve viktim ishte tjetër një vajzë tjetër. Atëherë, ku është zëri i femrës? Ku është ligji dhe zbatueshmëria e ligjit ndaj të gjitha këtyre? A thu femra është aq e pafuqishme sa të mos ketë mbrojtje të denjë në legjislacion dhe në strukturat institucionale. Do të thotë, unë këtu e shoh që duhet të forcohet më tepër zbatueshmëria e ligjit dhe të dënohen dhe të ndërshkohen rastet e keqtrajtimeve, rastet e abuzimeve ndaj femrave dhe të mos flas rastet, skajshmërisht rastet e rënda të marrjes së jetrave të femrave. Kolegja desha të ndërlidhem pikrisht me këtë që tha. Vërtet që para ligjit edhe para Zotit, gratë janë të barabarta, edhe këtu në Kosovë. Por, problemi është që sa gjenë zbatueshmëri ligjet që i përcaktojnë dhe që parashohin gruan në nivel të barabartë me burrin këtu në Kosovë. Të gjitha problemet të dhunës në familje, të problemet që i potencoj zonja, dhe më thënë, vrasja e dhimbshme, e të mërshme e zonjas në Suarek, pastaj vrasja e një vajze të rej. Vrasje të shpeshta kemi të tilla, por ka dhunë sistematike të grave, sidomos në zonat rurale, të cilat fatkeqësisht nuk raportohen, nuk dalin në pa, nuk bëhen publike, sepse mediat më pak janë të prirura që të hulumtojnë rastet në për zonat rurale, presin që të ndodhë kjo që ndodhi në Suarek, ajo që ndodhi në Deçan e pastaj ta marrin dhe ta bëjnë publike në për media. Unë i shoh të gjitha këto problematika të lidhura me një problem që prek rënjen e pozitës së gruas, jo në shoqërinë kosovare, por në shoqërinë njerëzore në përgjithësi në botë. Është fjala për ligjin për të drejtën e trashëgimisë. Shumica e problemeve të grave lidhen me gjendjen edhe pozitën e tyre ekonomike që ato bartin në shoqëri. Gratë durohen
detyrohen të durojnë dhunë sistematike për vitet të tëra, të rrezikojnë edhe jetën e tyre, si rezultat i pa mundësisë për t'i thënë njeriu që ushtron dhunë mbi të, se unë mund t'ja dalë edhe vetë. Deri këtu durova, deri këtu munduam të gjejmë një gjuhë të përbashkët për t'ja dalë, kemi krijuar familje, sepse shumica e tyre janë familjare, i kanë fëmijët në përkëmbë, edhe kur shohin fëmijët e tyre, mendojnë që për hir të së ardhmës së tyre ato duhet të sakrifikojnë jetën e tyre, të sakrifikojnë të gjitha. Ndërkohë që po të kishin një gjendje më të mirë ekonomike, natyrisht që ekziston mundësia që të merr fëmijët, që të divorcohet, ose që të ndahet përkohësisht për t'i dhënë mundësi partnerit të reflektoj, ta mendoj edhe një herë pozicionin e tij karshi saj edhe karshi familjes, por nuk e ka këtë mundësi. Nëse ajo do ta lehat shtëpi, ku trajtohet si kafsh, ku kesh trajtohet ndoshta për çdo ditë me vite të tëra, asaj i mbetet një mundësi të shëtis rrugëve ose të shkojnë në familje. Por të shkojnë në familje shtrohet pyetja sa është familja e gatshme t'ja hap derën. Ndoshta për një javë, ndoshta për 2 javë, ndoshta për një muaj, për një afat kohor të përcaktuar. Por nuk e besoj një familje shqiptare, kosovare, nuk po thamë në përgjithësi, mund të ketë raste të ralla, por në përgjithësi po flasim që ja hap derën një vajzë, një gruaje që të vi me 3-4 fëmijët e saj edhe të përkujdeset. E pranojnë, nëse e pranojnë vetëm atë personalisht pa fëmijë. Fëmijët i thonë, janë këto probleme pastaj të traditës, fëmijët lej, ti e ke vendin këtu, për një nënë është të vështirë si ti lënë fëmijët e vetë, e të vjen të rahatohet për vetin, ndërkohë që i din që edhe ata duhet të vazhdojnë të jetojnë. Po, ka nevojë për të, edhe mbi të gjitha duhet të vazhdojnë të jetojnë me një njeri që ka shfaqur shenja dhune karshi nënës së tyre dhe nuk garanton askush. Nuk mund jeti që të njëjtën nuk do të vazhdoj ta bëjmë me të tjerët. Domethënë janë të gjitha këto problematika që lidhen me ligjin për të drejtën e trashëgimisë, një ligj që ekziston në Kosovë, por që nuk ka zbatueshmëri. Le që nuk ka zbatueshmëri, por edhe që nuk ka një interesim të organeve kompetente për të gjetur formulën për të ndryshuar mentalitetin dhe qasjen fillimisht tek gratë shqiptare ndaj të drejtës së tyre për të gëzuar trashëgimin një lloj si që gëzojnë vëllezërit e tyre. Problemi është se shumica e grave vullnetarisht hekin dorë në momentin që martohen dhe nënshkruajnë tek notar, kështu më thanë, po nënshkruajnë vullnetarisht që hekin dorë nga trashëgimia dhe ja dhurojnë vëllezërve. Këtu isha ndërlidh këtu të ne, realiteti është i tillë që i kemi 2 botkuptimet kundërthenshme. Do të thotë në njërën anë kemi ligjin, legjislacionin, në anën tjetër i kemi botkuptimet kanunore, kanunin. E vjetra dhe e reja janë në kundërthenje. Do të thotë nëse dojnë të ecin përpara, njërin duhet ta lënë, sipas mendimit tim. Do thotë ato botkuptimet kanunore, po vetëm ose sa i përket trashëgimisë dhe ligjit mbi trashëgimin. Edhe ndryshimit të mentalitetit, ndryshimit të perceptimit për avancimin e normave ligjore, për të drejtat e tyre. E gjitha kjo mund të bëhet vetëm duke ndërmarrë aktivitete të shumta sensibilizuese, së pari me gra. Për shembull kemi forume në secilin subjekt politik. Ta them të vërtetën, unë jam shumë kundër Doktoresha, duke ikë ndoshta edhe pa them tojza se përgjegjësia se bën shumë pak këto forume, tha nuk mirët vetëm me çështjen e grave, po me gjë. Ndërsa vetëm çështja e grave nuk preket fare nga këto forume. Jo. Unë jam aktive tash në politikë. Por edhe kur kam punuar si gazetare, kam qenë e prirur me i përcjell shumë aktivitetet, sa herë më ka dërguar dikush ftesë prej forumeve të grave, pavarësisht të cilit subjekt politik, edhe prej organizatave jo qeveritare të grave, sepse më jashtë ideja se çfarë po bëjnë gratë për gratë.
edhe nuk mund të them që janë shënuar rezultate të kënaqshme, sidomos në për subjekte politike nuk konsideroj që kemi nevojë, përkundrazi e konsideroj një diskriminim që na bëhet me këtë forumin e grave. Pse nuk kemi forum burrash? Në përparti politike, për shembull, nëse na qenë ka i mirë, pse? Unë konsideroj që gratë duhet të bëhen më të zëshme, më insistuese në kërkimin e hapësirës për realizimin e të drejtave të tyre në çdo sferë, por në këtë rast po flas për politikë aty ku jam edhe vetë, duke konkuruar me kolegët e tyre meshkuj me vlera. Dhe jo me forume, me organizime, me kuota, por duke insistuar që t'ju krijohet hapësirë edhe atyre dhe duke i bindur edhe të tjerët se edhe ato kanë po aq vlera sa mund të ketë një kolegë që është mashkull. Pse ne të mblidhemi në për forume e në për organizata jo qeveritare të grave, dhe ti diskutojnë problematikat e tona, kur ne i dim problemet tona. Ne i kemi paka shumë, ne ballafaqohemi paka shumë me problemet të njëjta, të katërtat. Pse sonde ne jemi këtu për të diskutuar? Pse nuk e ftuar ndonjë koleg mashkull që të dëgjojnë edhe opinionin e tyre, karshi këtyre problemeve të cilat na ballafaqojnë neve. Dënjet, ku ti e përmendëm më herët zëri i grave shkrihet në për subjektet e grave politike dhe disa organizata që jo qeveritare. A ka zët mjaftueshëm të grave për ngritjen e krejt këtyre problemeve që u thanë këtu, që nga trashëgimia, apo jo vetëm trashëgimia. A ka zë që dëgjohet, jo vetëm për 8 mars, po gjatë tërë vitit. Po, fatkeqësisht përderisa po flisni kështu, sigurisht po flisni edhe për përkrajen institucionale. Nëse ka zë, ndoshta mund vjen e cila është në mungesë, po. Unë thash që zëri i cili duhet të ishte i zëshëm këtu në Prizren, për hatër edhe të kulturës që kemi, mungon. Mirë po, fatkeqësisht edhe përkraja institucionale në këtë rast është lënë shumë për të dëshiruar dhe lufta e grave në këtë drejtim qëndron vazhdimisht në frontin për ta kërkuar vazhdimisht fuqinë apo pavarësinë ekonomike, për ta kërkuar fuqinë apo edhe të qëndruarit edhe të ngriturit të zërit apo të interesit të komunitetit në pushtetin lokal, për të ngritur shifrën apo edhe këndvështrimin në pushtetin qendror. Gjë që shifrat në këtë rast janë shumë të ulta, gjë që tregojnë për një nënvlerësim apo nënpërfaqësim tonin. Mirë po, edhe në rastin më të mirë, edhe kur gruaja tek ne është në një pozitë vendimarrëse, tregon që shumë shpejt, për një periudhë shumë të shkurtër, ajo shndrohet apo kalon një tranzicion apo heqje të integritetit shumë më të shpejt dhe shumë më të madh se sa meshkujt. Në anën tjetër është për të ardhur keq në shumë institucione ku fatkeqësisht në shumicën e rasteve udhëheqësit e tyre janë vetëm meshkujt, në fakt punën më të rëndësishme, kjo është edhe për të marrë si shembull, punën më të rëndësishme, pra punën që bëhet në mënyrë specialistike, domethënë bëhet nga ana e femrave, mirë po në anën tjetër udhëhiqet nga meshkujt. Do doja shumë që institucionet tona, jo vetëm si ditë e shënuar që është 8 marsi, po edhe në ditët e tjera të zakonshme, neve të na mbështesnin apo të japnin një përparësi apo një lehtësi gruas në zbatimin apo dhe monitorimin e ligjeve që i mbrojnë ato. Si ide, domethënë sikur të ishte vetëm një herë në vit të kujtoheshin që për hatër të 8 marsit të krijonin një lehtësi, një përparësi për gratë. Imagjinoni tash 16 vite do krijoheshin rreth 15 përparësi, 15 lehtësi për gratë. Jo se ka kërkuar dikush, sot po e përmendni për Edhe këtë do ta cekja që do të isha shumë e lumtur që tash një vit që në shadrëvanin ton të shihja me qindra gratë mbledhura,
sikur atëherë do shihja një ngjyrim të sensibilizimit ton qytetar, një civilizim më të lartë, edhe unë do e konsideroja si një hap shumë të lartë, pavarësisht asaj që do ja vëjnë veshin apo jo qeveritarët tanë. Nështë është të organizojmë këtë emision javë përpara, që të ndërmirën këto. Kurse pa dashur të ndërpres pastaj kolegën, desha të ndërlidhem me zonjën Afërdita kur tha se pse të krijohen forumet e grave. Jo rastisht janë krijuar këto forumet grave. Fatkeqësisht ekziston ajo jo barazia që për ta shmangur këtë, ndoshta janë krijuar këto forume. Neve gjithsecila ndoshta i dim ato mangësitë që i kemi. Por arsyeja është kjo, duhet t'i shmangim, edhe për t'i shmangur ndoshta zërat veç e veç ndoshta nuk kanë fuqi aq sa të ketë fuqi një zë i përbashkët. Tri nga këto trijat janë pushtet ose në nivel qendror ose lokal, edhe po ankohen, kush i ka fajat? A i kanë edhe gratë brenda këtyre subjekteve politike, që si tha Afërditi janë 10% qeveri. A kanë ngritë zërin gratë për vetveten që t'jenë më shumë? Jo mjaftueshëm, përfshirë edhe gratë që janë në parlament, përfshirë edhe gratë që janë, unë e di që ka edhe në nivel lokal, gra asambleistet mjaftueshëm. Jo kënaqshëm, po mjaftueshëm për me ngrit një çështje që munden me ngrit. Unë po besoj që gratë tash kohët e fundit janë bo ma shumë se burrat, edhe po miren me politika shumë më të mëdha, ndoshta është edhe aktualiteti në Kosovë ashtu që po na detyron secilën, përfshirë edhe veten me u marrë me ato, nuk ka asgjë të keqe, mirë po gratë tashmë janë bo edhe shumë më të forta ndoshta ndonjëherë se burrat, edhe i kemi harru pak çështjet e grave të ngrisim si në parlament ashtu edhe në nivel lokal. Edhe po besoj që nuk e ka fajin as njëra pala as tjetra, ndikon shumë aktualiteti politik që jemi duke te i kalu që e dim gjithë. Na ka bo mangësi në sicilën fushë, ashtu edhe në fushën tonë edhe në pjesën tonë që tashmo edhe me marrë me mbajt një mbledhje me forumin e grave në secilin subjekt, jam shumë e sigur që ka me u folë diçka krejt tjetër përveç problemeve të grave, sepse aktualiteti po e bënd veten. Doktoresh, nëse themi se për në parlament është caktu një farë, është caktu kuota ku duhet gratë jenë pjesëmarrëse me 30%, po duke sikur në vota, gratë nuk i marrin ato vota dhe pse janë 50%. Pse ndodh kjo dhe është ndoshta edhe neglizhenceve të grave që nuk aktivizohen shumë në proceset kur duhet për vetveten, sepse forca po matet sot edhe me vota. Shikoni, këtu ndoshta do t'ishte edhe fajin, në thojë ta them, i femrës, i gruas, në anën tjetër vetë që e përmende ma herët, mentaliteti dhe botkuptimi i botës mashkullore ndaj femrës, ndaj të qenurit, ndaj vetë elementit të barazis gjinore, ndaj pranimit të femrës komplete, si profesioniste, si politikane, do të thotë këtu duhet ende kohë sa dhe më thonë të zhvillohen këto gjana dhe vetë këto raporte shoqërore dhe raporte ndërnjerëzore e ndërgjinore ta humbin këtë distancë apo këtë hendek në zveti. Unë e shoh kështu në një anë. Në anën tjetër edhe aktiviteti jonë duhet jetë më i fuqishëm në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë permanente. Jo vetëm po lidhem me subjektet politike, jo vetëm në fazat para elektorale ose elektorale. Ne, në mënyrë të vazhdueshme duhet të dëshmohemi në vendet e punës, në mënyrë të vazhdueshme duhet të dëshmohemi sa i qasimi dhe si i qasimi problematikës së femrës, nga se vetë jemi femra. Konkretisht, unë jam doktoresh, jam radiologa dhe kohët e fundit mirëm me patologjinë e gjirit. Patologjia e gjirit nuk njeh adresa politike, nuk njeh përkatësi politike, as nacionale, as racore, as sociale. Do të thotë, e imja është që në vendin e punës të mendoj që të furnizohemi me aparatur sa më të sofistikuar, që të luftoj që në nivelet qendrore
të aplikohet një screening, një plan, një screening, një program i screeningut për patologjinë e gjirit, kundër kancerit të gjirit, e cila gjë është në botën perëndimore veç moti kohë duke funksionuar. Pse jo dhe të ne? Ne jo që nuk kemi kuadro, jo që na mungojnë aparaturat. Pse në nivele qendrore, në Ministritë Shëndetësisë konkretisht, të mos ngritet zëri, qoftë edhe i femrës, qoftë edhe i mashkullit, për aprovimin e një screening programi kundër kancerit të gjirit. Çka ka këtu të keqe? Kush do ta bëj betejën që Betejën duke u nisur prej meje, ani pse jam niveli themelor, bazik, duke u nisur prej meje më lart. Por sidoqoftë, niveli qendror është më përgjegjës për mendimin tim. Megjithatë, a do duhet kishte këtë që tha doktoresha, do duhet kishte interesim edhe jashtë, sepse nëse doktoresha e bën të vetën, aty ku është, a do duhet kishte edhe organizim edhe të organizatave të grave, pse jo dhe subjekteve politike pa dallim, që kanë nismë që tha doktoresha, pa dhe shumë tjera të marrin ta detyrojnë qeverinë që ta merr këtë hap në krejt probleme, edhe të pjesa e trashëgimisë. A ka organizata vetëdijsim, mos e zë që i vetëdijson krejt të grave dhe krejt të Nëse më lejohet që këtu të ndërhy, pse jo në formë të një udhëzimi administrativ të mos aplikohet, për shembull, vizita falas e grave të grupmoshave prej 45 deri në 65. Mosha që preket më së shumti në fakt. Mosha që atakohet më shumë. Pse jo? Formë të një udhëzimi të administrativ të ligjit. A do dikush na kërkoj këtë edhe si nevojë? Unë si koincidencë mendoj se brenda 2 javësh, për shkak edhe të trazirave politike në fakt që kishim edhe aktivitetet tona stakuan, mi po si koincidencë për këtë dua të ndërlidhem me doktoreshën, unë kam ndërmend ta nis një aktivitet ku të shëtis fshatrat për rreth paktën Prizrenit, pastaj pse jo, nëse ka sukses që të dalë edhe jashtë në për qytetet e tjera. Okej, si subjekt politik, mirë po, ta kem me veti një kirurg apo një specialist të asaj fushë të flas për kancerin e gjirit, të kem një tjetër specialist të flet për osteoporozën e kështu me radhë. Pra, zëri, ju tha se si do depërtohet me atë që kuptoa, si do depërtohet deri tek qeveria. Do të fillohet me hapa të tillë. Nuk është nuk mjafton vetëm një dokument zyrtar. Mjafton edhe një zë i tillë, të dëgjohet në përfshatra ndoshta si Cicerima, mirë po një zë që avash të shkoj deri atje dhe ndoshta gradualisht, ndoshta për një periudhë, ndoshta gjatë periudhë kohore, mirë po që do sjell rezultat. A vërtita po e vuajmë edhe në këtë pjesë të drejtave të grave, ndoshta edhe mungesën e një aktiviteti për të pas, ndoshta edhe një uri se cilat janë problemet në mjediset ndryshme. Është interesant, Rami, në përgjithësi, nga njëherë vi në përfundim që jemi paka shumë shoqëri kontradiktore. Vazhdimisht flitet se numri i të papunëve është shumë i lartë, ndërkohë që në të gjithë Evropën, në të gjitha vendet e civilizuara me numër shumë të ulët të papunëve, një maji shënohet me protesta të sindikatave të punëtorëve, të organizatave të ndryshme, ku e dione. Organizata rinore që synojnë me pas vendet punës, duke kërku më shumë të drejta, përmirësim të kushteve për ato vendet punës, që në të ardhmen synojnë me imi. Ndërkohë që ne këtu festojmë. Ne festojmë për një maj me numrin më të madh të papunëve. 8 marsi, vazhdimisht flasim, edhe është realitet, nuk është që vetëm po flasim. Ato që i potencoj doktoresha, kolegja tjetër, janë në realitet, janë vetëm disa copsa që ne sonte në këtë hapësirë që ju na keni dhënë, që po e shfrytëzoj rastin me të falenderu, po mundohemi të sjellim, por që janë vetëm disa copëza. Problemet janë të panumërta, janë shumë të thella, kërkojnë analizë edhe një trajtim shumë të thellë të diskutimit, të analizimit, jo vetëm nga ne të katërtat, jo vetëm nga gratë në Kosovë, por nga e gjithë shoqëria, nga të gjithë
njerëzit që janë në pozita që mund të japin kontributin e tyre për zgjidhjen e këtyre problemeve, për lehtësimin e jetës së grave, për avancimin e të drejtave dhe lirive të tyre që parashihen me të gjitha konventat ndërkombëtare. Ndërkohë që nesër, sot jemi me 7 mars, nesër është 8 marsi, do të fascinohemi se sa shumë festime do ketë. Unë nuk jam kundër festimeve, le të festojnë, por në gjithë ato festime që në fund të ditës kalojnë në një komedi, kështu qesharake, nuk do të mund të gjejmë që ta evidentojmë as edhe një aktivitet domethënës për të drejtën, për të drejtat e grave, për problematika që e përcjellin jetën e grave në shoqëri. Me qenë se jemi me 7 mars, sot është dita e mësuesit, shfrytëzoj rastin t'i përshëndes të gjithë mësuesit, mësimdhënësit dhe t'ju uroj këtë ditë. Mendoj që një numër i konsiderueshëm i femrave janë të punësuara në arsim. Me qenë se femra njihet si edukuese e brezave të arshëm, është fat i mirë që kemi numër të madh të femrave në arsim. Shtrohet pyetja sa ato do duaj së bashku edhe me arsimtarët, me kolegët meshkuj, po bëjnë në edukimin e brezave të rinjë që ata të rritën me ide në barazis gjinore, sepse vetëm kështu dhe vetëm në këtë mënyrë unë e shoh zgjidhjen e këtij problemi. Nëse punojmë me brezat e ri, nëse fëmijët tanë, si nëna, mos pari, por edhe arsimtarët në shkollë, i edukojnë dhe i mësojnë rregullat e barazis dhe të respektit, që ata kur të rritën të janë të formuar dhe të janë të gatshëm, të mos ketë nevojë më për zërin e femrës që të ngritet për të kërkuar të drejtë, sepse këta meshkuj pastaj kështu i ke në botën e civilizuar perëndimore. Nuk ka nevojë një femër të ngrej zërin e grushtin e t'i mshoj tavolinët për një të drejtë të saj, sepse kolegu mashkull nuk ja cënon të drejtën e saj, sepse ajo është i vetëdijshëm që është një drejtë e barabartë për të dyja anët. Pra kjo është djemve sidomos, të mësojmë rregullat e barazisë gjinore, të respektit të ndërsjellët, si dhe një punë e madhe sidomos për ato nëna, unë e kam si porosi që kanë vajza, unë nuk kam, e kam veç një djalë, unë këtë të parën po mundohem ta bëj me të, t'ja mësoj rregullat e barazisë gjinore. Por ato nëna që kanë vajza, të punojnë çdo ditë me to, dhe sa herë u del kohë të bisedojnë e t'i përgatisin ato aq mirë sa që të thonë se vajza ju jeni ato që mund të arrini atje ku mund të arri secila qenie njerëzore. Dhe jo vllau mund të shkoj atje, ti mund të shkosh vetëm deri këto, por ti thot asaj se edhe ti mund të arrish atje ku mund të arri secila qenie njerëzore. Nëse vllau synon të bëhet në të ardhmen pilot, ti thot edhe vajzë, se edhe ti po e pate këtë dëshirë, edhe ti mund të arrish, edhe ti mund të bësh pilote, jo vetëm stewardess. Janë çështje që në dukje duken shumë të thjeshta dhe të vogla, por që unë mendoj e bëjnë ndryshimin. Ka nevojë për një edukim ndryshe të shoqërisë tonë, ka nevojë për punë më të madhe në familje, e këtu bara i bie sidomos nënave karshi. Mos t'i rrisim fëmijët djemë si sultan, mos t'i mësojmë ata ku a përgatisim tavolinën,
t'i veshim deri në moshë të rritur, t'ju rrim kështu me sako kur dalin për të shkuar në shkollë, ne apo motrat, por t'i mësojmë djemtë të tanë që dhe ata duhet të participojnë në obligimet në punë të shtëpisë, në përditshmërinë brenda familjes, e jo vetëm vajzat t'i trajtojmë qysh në fillim, sepse ato me atë ndjenë pastaj po rriten. Ndarja e përgjithësive mirë situata aktuale proporcionale. politike ndoshta i ka hedh jashtë të sferës së interesimit këtë ditë problemet për cilat folem, po si realisht mund të sensibilizohen atë ose përgjegjësi e kujt duhet jetë më shumë, duke u nisur nga organizatat qeveritare të partitë politike deri te institucionet. Nëse do me unis prej subjekteve politike, unë e besoj që duhet me kontribu se cila femër pa marrë parasysh në cilin subjekt politik, në grupin e grave, në forumet e grave, në këtë rast në subjektin tonë është një që muj me potencu atë që e kam po dhe atë që e përjetoj, është niveli shumë i mirë i femrave, të profesoreshave, të mjekeve, të atyre të cilave kur bësh bashkë me ato femra me aq me vlerë të madhe, unë sa jam e re, unë kam shumë me mësu prej tyne. Edhe po besoj që pjesa e te kalimit e asaj që po e thu është me u bo bashkë disa nivele të pak e shkuptime nivele të femrave prej asaj anvise deri te ajo më avancuara që të kemi t'i bëjmë bashkë disa mendime, sepse edhe mendimi e asaj femre që është anvise ka shumë vlerë sot në aktualitetin ton, mirë po ka vlerë edhe mendimi shumë i femrës e avancuar. Edhe kisha me pas dëshirë shumë që në secilin forum të gruas të ketë përfaqësi sa më dinjitoze, duke fillu prej moshës të cilën e parapam plan programi i secilit subjekt, tani ajo mund dalloj me zvete, mirë po të jepet rëndësi pak më shumë të elaborohet vlerat pak më shumë, mirë po edhe janë disa dhe pika kyçe që tani duke folë në dërmjet kolegeve më kujtu edhe diçka që nuk jepet shumë rëndësi femrës edhe nëse është në pozitë në vendimmarrje. Unë e shoh edhe këto si një problem që më ka ndodhur, i ndodh shoqeve të mia, i ndodh kolegeve të mia, që është një farë mosbesimi i femrës edhe nëse është drejtoresh. Në të kundërtën kishin mi besu shumë ma shumë një moshkullit kish me qenë. Afrodita s'pe pranon këtë fakt, ndoshta duhet për të treguar autoritet. Po, duhet treguar autoritet, mirë, po çdo femër është në gjendje të rreth tavolinën. Kemi femra më të buta, më të qeta, deri te ato që e ngrisin zërin pak më shumë, nuk ka asgjë të keqe, mirë po për më ardhën përfundim në atë pyetje që u parashtru, unë e kisha me thonë që secila femër me vlerën aq sa e ka të jetë të bëhet bashkë, prej asaj më të familjares deri te ajo më e avancuar, pasi që tash kohët e fundit femra më e avancuar nuk po numërohet shumë femër familjare, pasi që nuk po është shumë në rrjedha të familjes dhe të obligimeve në shtëpi që i ka. Po besoj që duhet t'i jepet shumë më shumë rëndësi kësaj, të bëhen bashkë femrat, të ngrisin zërin dhe të kapin temat kyçe që janë aktualitet dhe që kanë më shumë rëndësi dhe më shumë urgjencë, po besoj. Para se të ndrojnë ndoshta temën apo pyetjen tjetër, edhe unë i konsideroj shumë të mirëseardhura këto bashkëpunimet e femrave të çfarëdo pozite shoqërore, niveli shoqëror që i përkasin ato, po meqense tash gjatë muhabetit u kujtova edhe për një lajm të fundit, që një mikeshe tonë nëse të kujtohet që kemi qenë bashkë në një trajnim, Linda Shahini, e cila është njëkohësisht edhe asambleiste në qytetin e Lipjanit. Ajo kishte ngritur si çështje prej kohësh lirimin e femrave të cilat kanë humbur bashkëshorten ose janë të shkurrëzuara, lirimin e pagesës në përqerdhje të fëmijëve të tyre. Kjo gjë ishte aprovuar, vajza në fjalë, asambleista në fjalë është 22-3 vjeçe dhe si koincidencë ka qellu të aprovohet kjo afër datës së 8 marsit, mirë po e tregova këtë që të jetë si shembull apo si mostër për neve, për të ndërmarrë edhe hapa tjera për lirimin e femrës nga bara të tilla. Doktoresh, në luftën me bryllat meshkuj, sa e ka vështirë femra që të jetë në pozitë udhëheqëse dhe sidomos në pozita vendimmarrëse,
dhe është e gatshme, duke pas parasysh edhe këtë luftë të bryllave. Shqiqoni, lufta e bryllave është evidente. Deshtëm, s'deshtëm të pranojmë. Kërkoj falje, po kjo është evidente. Dhe është në gjitha subjektet politike. Pa dalim, ashtu ma mërmendja, duke u nisur nga subjektit cilit i përkas. Po ma mërmendja që një situatë në gjashme ekziston në të gjitha subjektet tjera politike. Kjo është një luft e cila ndoshta bazën dhe gjenezën e ka pikrisht në botkuptimin e patriarkatit, kur bota mashkullore duhet tjetë ajo që ta rrah tavolinën, bota mashkullore duhet tjetë ajo që duhet decidivisht të ndëgjohet, ndërsa zëri i femrës duhet të jetë nën hijen e saj. Por, fatbardhësisht, zhvillimi shoqëror i gjithëmbarshëm i shoqërisë sonë ka ecë përpara në kuptimin e asaj të emancipimit të femrës, në kuptimin e asaj që vetë femra me punën e vetë është pozicionu në nivele të barabarta me mashkullin. Po tash, sa na pranojnë, tek na pranojnë, ajo është çështje tyne në një anë, në anën tjetër është edhe çështje e këmbgulësisë sonë, sa do t'jemi ne të palodhshme dhe këmbgulëse në luftë drejt realizimit të qëllimeve tona. Do të thotë pozitën tonë vetë ta përcaktojmë ne dhe fatin tonë ta kemi ne në duart tona si femra. Edhe pse ndoshta do të jetë e vështirë, edhe është e vështirë, po sidoqoftë s'duhet humbim kurajin. Në raste të shembujt mirë ka, Dënjeta, është e gatshme sot femra që të marrë përgjegjësi në vendimmarrje dhe sa duhet të jetë bashkë ajo në atë pjesë deri në arritjen e qëllimit, sepse megjithatë edhe nëse me logjikën në subjekte politike fuqia është edhe në sa fuqi ka një komunitet brenda vetë komunitetit. Po. Duke marrë parasysh se në 7 qytete që kemi, të paktën të njëra kemi në krye në udhëheqësi të një femre, edhe në disa institucione kemi femra, mendoj se ne nuk duhet ta humbim shpresën dhe të vazhdojmë të punojmë me vullnet drejt kësaj rruge, pavarësisht se sakrifica për të ngjitur në hierarkinë të një shoqërie, sakrifica e femrës është shumë e madhe se ajo e meshkujve. Mirë po, si që theksuam disa herë, deklaruam me radhë me doktoreshën që puna e parë do të filloj nga vetja jonë, të nisim nga vetja jonë, të bazohemi në aftësi dhe shkallësi që kemi, të besojmë e para, pastaj të shfryzojmë atë vullnet që kemi për të arritur më tutje. A ka hapësirë për... Po deshi edhe mund të gjej atë hapësirë, duhet të kryoj atë hapësirë, sepse askush nuk mund t'i uroj mirë se ardhje, përderisa nuk shef vigjilencë për atë pozitë. A janë sakrificat më të mëdha për një femër për të arritur me një pozitë për dallim me mashkull? Natyrisht se po, sepse përballesh edhe ballafaqohesh me kolegë meshkuj, me cilët ti diskuton për tema të ndryshme dhe mundohesh t'i bind ata gjatë diskutimit që ti ke hulumtuar, ke lexuar, je përgatitur, i njeh shumë mirë, ndoshta në përfundim del dhe ka raste kur si femër del shumë më e përgatitur edhe me më shumë njohuri e alternativa se sa kolegët meshkuj. Dhe din përgjigjen cila është në fund, kur ti i dominon ata me diskutim, mire ke pajtohem me ty, edhe gjithmonë ja qëllon, edhe gjithmonë din, edhe kam shumë besim në ty, por mirë je aty ku je. Apo kupton? Asnjëherë nuk has në gatishmëri dhe nuk po them zemërgjërsi, sepse nuk ka të bëj këtu me zemërgjërsi, hajde se unë po du me, por nuk e hezitojnë kur vje puna të ta pranojnë që ne nuk po flas vetëm në subjekte politike, por edhe në institucione, ne kemi nevojë për një njeri kështu si ju, si ti, këtë rast, cila do qoftë ajo. Qoftë e përgatitur në profesion, qoftë e përgatitur në menaxhment dhe nuk shprehen të gatshëm. Do të thonë ti pranojnë ndoshta deri diku që i ke aftësi, i din të gjitha, por mirë je aty ku je.
kemi disa femra që kanë arritur të depërtojnë në për pozitat të larta vendimarrëse dhe që mu më gëzon fakti që janë shembuj të mirë edhe pozitiv. Është edhe një çështje tjetër. Nëse për asgjë tjetër, femrat në politikë dhe në vendimarrje në Kosovë nuk janë shquar shumë më shumë se sa kolegët meshkuj, është një vërtetë e madhe që ato i ka dalluar mos pjesëmarrja në skandale korruptive, të krimit të organizuar dhe të gjërave të tjera të cilat i kemi aktuale në Kosovë, nuk ke numër të femrave pavarësisht prej pozitës që kanë gëzu, prej vendit ku kanë punu që janë të përfshira. Ndoshta tek tuk nuk mund të bëj përjashtime, mirë po jo në numër. Kjo është një e mirë e madhe që do duhej ti stimulon dhe ndoshta organizatat, institucionet që t'u besojnë femrave vendimarrjen. Thamë më herët që kemi numër të madh të femrave arsimtare, por nuk e besoj që kemi numër të madh të femrave drejtoresha në përshkolla. Aty ku vjen punat e menaxhmenti, te pasja qasje tek financat, sa do të vogla të mbaja të janë ato, meshkujt këtu vinë në shprehje pastaj ajo që e tham shtyrja me bryla në mes vete, se femra as nuk vjen në konsiderim të diskutohet si e mundshme. Në spitale kemi numër të madh, fatmirësisht, të doktoreshave të profileve të ndryshme, nuk e di si thuhet, të profesioneve të ndryshme brenda, specializimeve të ndryshme brenda për brenda mjekësisë. Por nuk ke numër që udhëheqin jo spitale, jo ambulanca, po dyshoj që kemi reparte, madje nuk e di edhe reparti ginekologjik apo pediatrik, që është edhe për nga natyra shumë më i afërt, me problematikat dhe lidhet drejt për drejt me femër. Nuk. Kapacitetit të femër. Po. Okej, nëse jemi veç në minutat e fundit, më lejo të lutem që për fund, unë në këto... Për fund, edhe nga një... Okej, atëherë po e lëpë. Të veç Tringës, Tringës ja kam bërë dhe i pyetje, a besoni a jeni optimist, duke i përmendë edhe këto se sot kemi shumë, si më dhënë se në përshkolla, kemi doktoresha, po kemi edhe femra që kanë nisë biznesin të tyre dhe janë suksesshme. A besoni se do të ndryshoj ky raport në të mirë? Po, pavarësisht gjithë pengesave, unë gjithmonë jam optimiste dhe besoj në fuqinë e femrës, për kundër edhe asaj që shumica e qytetarëve, shumica e njerëzve përfshirë çfarë do qofshin ata, çfarë do pune bëjnë ata, apo janë moshkuj, apo janë femra, nuk i besohet shumë, mirë po unë jam shumë optimiste, sepse besoj shumë në fuqinë e femrës, se qysh e tha dhe Donjeta më herët, mjafton të ketë dëshirë femra, mirë po ka edhe një pikë shumë me rëndësi që unë gjithmonë e potencoj, është përkrahja, mas pari familjare, në fuqizimin e femrës, pastaj edhe përkrahja bashkëshortore, që do të thotë shumë, sepse nuk po them që nuk mundet pa përkrahje, mirë po e ka shumë më të lehtë edhe shumë është një rrugë më e lezetshme, me thonë, nëse ke përkrahje, po unë personalisht kam përkrahje prej familjes, është diçka për të përmendur edhe për të vlerësuar shumë, mirë po shpresoj në vetëdijsimin edhe botës mashkullore pak më shumë, se ajo femër që ka vlerë duhet përkrahet. Femër duhet ta vetëdijsoj edhe moshën, besoj. Ajo femër që ka vlerë duhet përkrahet përfundimisht. Jemi për fund një mesazh ose një fjalë e fundit për sonte. Nesër është 8 marsi. Sidoqoftë, të gjitha nënave dhe femrave ju uroj 8 marsin. Po mos jetë kjo vetëm një ditë e vitit, po edhe 365, 366 ditë tjera le të jenë ditët tona dhe të dëshmohemi ashtu siç dim dhe të jemi këmbgulse në luftën tonë drejt realizimit të qëllimeve tona si femra. Donjet? Unë, me qenë se një orë gjysmën ja kushtuam veç 8 marsit dhe nënave, grave tona, unë pareshtur
zot ndalem, domethënë duke treguar vlerën ato që kanë në shoqërinë tonë, madje do luftoj në këtë drejtim, po veçanse na kanë ngelur 1-2 orë që i përkasin 7 marsit, unë dua apo shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë mësuesit, arsimtarët dhe profesorët e mi, të cilët ku hija atyre më ndjek akoma. Urime dhe atyre 7 marsin dhe urime 8 marsin juve fillimisht bashkëfolësit mia këtu, edhe gjithë grave kudo që janë. Afërdit? Unë për fund kisha dashur vetëm të potencoj disa çështje ose t'i drejtoja disa lutje shumë njerëzore tek të gjithë njerëzit, tek të gjithë shikuesit që sonte kanë ndarë kohën të na shikojnë e të na dëgjojnë, që të punojnë në familje e tyre sa më shumë në çështjen e barazisë gjinore, si që thash edhe më parë, në edukimin e fëmijëve, vajza dhe djemë, me rregullat dhe të drejtat e barabarta të tyre në shoqëri. Kisha përshëndetur dhe i kisha ftuar të gjithë meshkujt që sonte po na dëgjojnë, që të ngrisin zërin e tyre dhe na bashkangjitën në realizimin e të drejtave tona në shoqëri si gra, sepse në këtë pikë ata vetëm sa do ngritnin edhe vetën e tyre dhe nuk kanë as pak nevojë të ndjehen, të kanë frikë apo të kanë një lloj hezitimi ndaj kësaj fryme që quhet dhe duket si feminizëm, sepse feminizmi në vete nuk ka asgjë të keqe, sepse lufton feminizmi për të drejtat të barabarta, qoftë për të drejtat e grave, por njësoj ngrej zërin edhe për të drejtat e burrave. Do të kisha dashur shumë që burrat shqiptar, burrat kosovar në përgjithësi të ndjehen ndonjëherë feminist dhe të luftonin edhe për të drejtat e femrave dhe një lutje sidomos për prindrit që kanë vajza, që t'i trajtojnë ato barabart me djemt, që t'u japin të drejtën atyre që të gëzojnë trashëgimi, sepse kjo është mbështetja dhe e mira më e madhe që një prind mund t'a bëj për fëmijën e tyre. E di që dashuria e prindërve shqiptar është shumë e madhe historikisht për fëmijët e tyre dhe nuk ka munguar asnjëherë edhe për vajzat e tyre, mirë po pafajsisht ata janë edukuar dhe janë rritur me një mentalitet të tillë, duhet i thojnë stop kësaj dhe duhet të fillojnë të mendojnë racionalisht, duhet të fillojnë se sa shumë i ndihmojnë dhe sa shumë i bajnë të sigurta vajzat e tyre po t'ju ndajnë një copë të vogël pasuri, po atë sa ju japin edhe djemve, dhe e gjithë kjo po e përmbyll me një thënie se po të duash ta vlerësosh demokracinë e një vendi, përparimin e një shteti dhe civilizimin e një popullate, atëherë duhet të kthejmë syt dhe të shikojmë se çfarë pozite ka gruaja në atë shoqëri dhe kjo është pasqyra më e mirë për të gjitha këto pyetjet paraprake që i ngrita unë. Tringa, fund. Ta uroj 7 marsin, duke u nisur prej mësuesës time deri të gjithë mësimdhënësit. Tani sigurisht 8 marsin qenjes më të bukur dhe më të butë në botë. Ju dëshiroj shëndet, lumturi të paskajshme në familjet e tyre, në çdo sferë të jetës, dhe shfrytëzoj rastin edhe një herë t'i lutem femrave që ngurojnë ta ngrisin zërin, le t'i bashkohen çfarëdo lloj qoftë ajo organizatë, jo qeveritare apo subjekt politik, vetëm le të ngritet zëri sa më shumë i femrave dhe sigurisht që kërkojmë edhe mbështetje nga qinia mashkullore. Faleminderit. Shikues të nderuar, duke falendruar Shpresa Goqa, Intriga, Kasumin, Dënjet Ahmetan dhe Afërdita Morina Bifar, dhe duke uruar gjitha nënat tona dhe gjitha gratë me rastin e ditës 8 marsit, tu e mbyllim këtë emision. Mirupafshim javën e ardhshme. Faleminderit.